A mund të hiqet faji? Të gjithë ne kemi gabuar dhe kemi bërë gjëra që në sytë e Perëndis kanë qenë gabim. Dhe për shkak sepse kemi gabuar, fruti i gabimit është faji. Edhe ne të gjithë e përjetojmë fajin kur bëjmë diçka që është gabim. Por a mund ta heqim ne vetë fajin? A mund ta heqim ne peshën? A mund ne ta largojmë atë barë të rënë nga jeta jonë? Edhe nëse njerëz ndonjëherë përpiqemi ta heqim fajin, duke justifikuar veten, duke bërë vepra të mira, duke harruar të kaluarën, duke fajsuar të tjerët, duke eshtur dhe shtypur ndërgjegjen. Ej miku im i dashur, është vetëm dikur që mund ta heq fajin nga jeta jote. Është vetëm dikur që mund të çlirojë ty nga turpi që të ka shkaktuar ai gabim, që ndoshta njerëzit e pan apo vetëm ti e di. Dhe ky person e ka emrin Jezus. Dhe Jezusi është biri i Perëndis i cili u dërgua këtu në tokë për të marrë fajet tona mbi veten e tij, në mënyrë që ta pastrojë ndërgjegjen tonë, e cila na akuzon edhe ndoshta nuk na ka lënë rehat për një kohë të gjatë për atë gjë që ne kemi bërë gabim. Nëse njëra s'mund ta heqë dot fajin, fjala e Zotit thotë që kush mund ta pastrojë zemrën nga mëkati? Askush përveç se Perëndis.